Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Kthehemi tek hadithi e Sadit, ku ai tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë ata rahtan wa Sadun jalisun, i dha një grupi njerëzish të mira të dunjas, mira materiale, grup njerëzish për 3 deri në 10 veta, siç kanë thënë komentatorët e hadithit. Sadi ishte ullën dhe për i shikon. Pejgamberi dha atyre të gjithëve, për pas njerët për tyre nuk i dha. Sadi, i çuditur pse pejgamberi nuk për jap filanit, tha ja Rasulullah, ma lek janë fulan, çfarë keti me filanin që nuk i dha? Wallahi, unë mendoj se është mu'min, besimtar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, awa musliman, amma s'po mendon se është musliman. Sadi qëndroi pak i heshtur, pas një kohë sërish e përsëriti, të njëjtën gjë tha ja Rasulullah, çfarë ke ti me filanin që nuk e dha, kurse unë njeh atë, dhe ai është mu'min, besimtar. Pejgamberi sërish i tha, awa musliman, ama s'është musliman, ama s'po mendon se është musliman. Sadi thot, prap heshta dhe pas një kohë prap harrova, dhe sërisha përsërita pejgamberit njëjtën gjë për herë të tretë, dhe ma ktheu të njëjtën gjë për herë të tretë, e pastaj tha ja Sad. O Sad, dëgjo tani. Ja Sad, inni u'ti ar-rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu. Ndodh që një japi ndonjë njeriu, por tjetri është më i dashur te unë se sa ai. Khashyatan an yakubbahu Allahu fi an-nar, nga frika se mos për hedhë Zotin e zjarr. Për biografinë e Sadit, folëm në ligjëratën dersën e kaluar, tani flasim pra për komentin e këtij hadithi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që është i njohur nga biografia e tij, nga përshkrimet e sahabëve dhe të gjithë literatura që flasin për te, ishte njeri me bujar. U jepte të gjithëve. Kështu që së rëndëm për jep edhe një grupi njerëzish të cilët ishin aty prezent. Në mesin e tyre ishte një muhaxhir, i cili kishte bërë hijrat, ishte një burr i mirë, e që Sadi atë njefte fort mirë. Madje më mirë se duket se sa burrat e tjerë që ishin prezent. Dhe të cilëve dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sadi i çuditur pse pejgamberi këtyre i dha e atij nuk i dha. I çuditur nuk mujti, nuk u duru, pa fol, pa pyet dhe tha, ja Rasulullah, çfarë ke ti që nuk i dha filanit? Pra, jo me kritikë pejgamberin, por çka ka që si edhe këtina? Unë një për bërë mirë, ja Rasulullah, ma dje një që mu'min. Pra duke mendu se pejgamberi po jep sipas borërisë të tyre, sipas vlerave të tyre, e që nuk është kusht. Sepse pejgamberi të nderuar ishte psikolog i madh, ishte strateg i madh, i pashoq. Ai ndiqte të gjitha rrugët e mundshme për të ftuar njerëzit në islam njëherë, e pastaj për të ahjeshuar njerëzve, për të zbukuruar njerëzve islamin. Ai e dinte mirë se njerëzit tani pse hinë islam, nuk do të thotë tonë me njëherë kapin islamin krejt, nuk do të thotë se tonë janë të fortë në islam. E dinte mirë se pasunia ka ndikim të njerëzit. Po e di edhe të gjithë ne e dim, se pasunia ka ndikim të njerëzit. Ka ndikim të njerëzit. Sigur se varfëria që ka ndikim të njerëzit. E nga friga, se mos po binen sprov njerëzit, shkak s'kami i frike, u jep të atyne. Për më arrujt dinin, për të mirë tina, më arrujt dinin atina, sepse ka njerëz të cilët shkak varfërie runa zot, e ndrojnë dinin. Andaj me dhona tina,
edhe parat zeqatit me dhana tina. Për me rujt atë din, sa do të dëpt, të zajf që e ka. Me rujt atë iman. E pejgamberi vepron të kështu, sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa dikujt nuk jepte, sepse dinte se ai është i fortë në din. Ai o që i varfën, që i pasur, s'ka problem se është qelikos, është i fortë në din. Saadi nuk përkopton këtë psikologjit pejgamberit, ndaj edhe për thëtë, ja Rasulullah, pëse se dhe atina, qka keti me të pra, qka punët i se dhe atina. Unë një që besimtar mu'min, e pejgamberi tha, a më zvalë për dhe me thonë musliman, të riherë radha se. E pas taj tha, fëntja Saad, ndodhë që njepi dikuj, jo se dua ma shumë. Për kundrazi, këtë tjetërin që nuk jepi, du ma shumë. Amo këti s'jepi, për jepi këti, nga frika se, mos për e len dinin këj shkret, e ngrih Zoti zhang e që në gjehne. Khashjeten e një kubbehu Allahu finnar. Nga frika se mos për ngrih Zoti zhang e që në gjehne. Me pështu për gjehnemit, pra nuk është meselja o sad, me thonë këti, mësë me thonë ati, se këta pedu, ata s'pedu, ose pedu atë më pak. Nuk është kjo mesele. Pastaj pse edhe dikuj pasoni, nuk do thëtë që e dënë ma shumë. Po Allahu i madhruar, ajo është Zot, ajo është pronari këtë pasonisë, pushtetar absolut. Ajo jep Allahu shumë herë, shumë herë. Jo besimtarëve, më shumë se sa që jep besimtarëve, përgjigja është po. Mirë, a thu valë, pa i dënë pa besimtarët ta, e pa i urejnë besimtarët ta, stakfirullah, hashahu. E kundërta, është e kundërta, a i dënë besimtarët. Ata nuk i dënë. Por me gjithate, po o ja pasuni. O është drejtësi e tina, o është urtësi e tina. Pasunia nuk ka të bëj me dashuri. Me dashuri ka të bëj pasunia gjenetit. Mulki, pasunia që jep Zotin a herë, qaj ka dhe me dashuri. Sepse Allahu nuk e futën gjenet, nuk jep gjenet atina që nuk e dënë. Ndërsa, ati që nuk e dënë, jep dëjan, për se pa heretin. Muslimanit që e dënë, jep dënjan, jep ahiretin. Ose dënjan nuk jep, për jep ahiretin. Dënjan të ke fitus është. Andaj dhe të kuptu muslimanit këtë parime fetare. Dhe të kuptu muslimanit edhe në kohë të sodit, kur hoxha, thirrësin islam, miftia, davisti, profesori, lideri, kush do qoftë, janë ashkallën për një kohë, për një qast. Njerëz të ngritur, njerëz të afërt, dhe afron njerëz të tjerë, të dorës 2-3. Nuk do të më prej këta, sepse këme këta ka kry, këta në burrat më dhej, këta në të pjekun. Nuk guxon këta me tërgu papjekuni, me thani afrova ata, neve në la, i thire ata ndrejk, neve s'na thire, ju dhe aty në të mira, dishka ku ta dijune, i nderove, neve s'na nderove. Kjo është papjekuni e tyne. O zotnia ta në tri. Ne islam, do të me afru njerëzit. Do të me afru, do të me bo me di se na unë jam me juve, dhe jeni të mi, dhe na jena bashk. Për me arrujt imanin. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur që dikuj i ka dhanë një që ka dasht për me forcu imanin, e dikuj që ka dasht nuk i ka dhanë sepse ajo është i fortë, e fiton vetë, po dhe mëse fitoft e dërën fëkarallakun, nga se ka iman, ka bidin Allahun azza wa jall. Fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam evo musliman, mësa musliman, sa dhe ke mu'min. Këtu sikurse po do me tregu pejgamberi, po do me bë me dije Sadit, po dhe neve më vonë, se nuk bën mungut njeriu për dikend e me thonë, me gjikuar se filan është mu'min. Muslim po, imani ka të bëj me çështjet e zemrës, janë të brendshme me bindje. Islami ka të bëj me çështjet e veprave. Andaj ne kur e shohim njeriu se falet, kur e shohim njeriu se bën shahadet, kur e shohim njeriu se hyn në xhami, del pe xhamis, kur e shohim njeriu se çohet sofere, han iftare, ha fal taravite, vjen xhumae,
Ne dëshmojmë që musliman ai, por nuk dëshmojmë që është mu'min. E pejgamberi se po do më ndalu që mos e gotni lavdëru njerëzve se mund gabani. Imani që është jem sheft. Zatën ky është edhe shkaku pse Imam Buhariu ka thënë këtë hadith në këtë vend. Për atë Qadi Iyad dhe të tjerë në koment të këtij hadithi thonë se kjo është për argumente shumë të forta të qarta se imani dhe Islami ndryshojnë, anëpse është një mendim, është një jo polemik, por është një divergjencë e madhe dhe thellë dhe gjerë mes ulemave, dietarëve të hershëm të vënshëm rreth kuptimeve dhe lidhshmërisë mes termit Islam dhe termit iman. Çka dallon imani për Islamit, a janë dy atë njëjtë apo dallojnë, nëse dallojnë, çka dallojnë. Ka divergjenca mes ulemave, disa thonë se njëjtë janë për synonime, disa thonë se dallojnë. Qadi Iyad se kjo është për argumenteve që dallon, sepse pejgamberi e ndaloi Sadin të gjykojë se është mu'min. Për musliman po, për mu'min jo, sepse mu'min është çështje zemrës, e dini madhi Allah te bareke wa taala. Allahu na forcoft imanin në zemrat tona. E na bëft të çelikosur, të pathyeshëm, të fortë në dinën e tina. Na bëft të jetojmë me dinën e Allahut, të vdesim me dinën e Allahut, të ringjallemi me dinën e Allahut me ata burrat mëdhej që kanë qenë para nesh. Allahumma amin. Zoti dhe më së miri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.